Gazetarja sportive Albana Bejko ka rrëfyer për herë të parë historinë e saj të përndjekjes nga mjeku shqiptar nga Kosova Behar Kamberi, gjatë një interviste në emisionin Goca dhe Gra. Bejko tregoi se përndjekja kishte nisur më shumë se një vit më parë dhe se situata ishte bërë kaq e rëndë sa ajo u detyrua të kërkonte ndihmën e institucioneve për ta ndaluar. Pas denoncimit të saj, autoritetet ndërhynë dhe arrestuan mjekun. Në rrëfimin e saj, gazetarja publikoi edhe disa prej mesazheve kërcënuese dhe ngacmuese që ai dërgonte vazhdimisht, ku i shpreh se ishte burri i saj ëndrave dhe donte shumë duke i kërkuar që të martoheshin. Një moment i frikshëm ishte kur në ambientet ku unë punoj, personi u afrua më kërkoi që të uleshim për kafe. Në atë moment reagimi ishte instinktiv, i trembur, i thash të lutem u hiq qafe. Kaluan 4 djem në atë moment dhe kjo e trembi pak. Periudha intensive e përndjekjes ka qenë qershori i vitit të shkuar deri para pak ditësh dhe më pas telefonova policin, tha ajo. Bejko theksoi se vendosi të bëjë historinë publike për të inkurajuar edhe gra të tjera që përballen me raste të ngjashme të mos heshtin dhe të kërkojnë mbrojtje nga ligji.